A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimit i takon vetëm Allahut, Zotit të botëve, i cili na krijoi, na dha jetë dhe na vendosi në familje si shtret dashurie, për kujdeseje dhe përgjegjësie. Paqja dhe bekimet qofshin mbi të dërguarin e Allahut, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Tema për të cilën do të flas sot është respekti ndaj prindërve si shtyllë e moralit islam. Shumë shpesh e shohim fen si lutje dhe adhurime, por Islami është më shumë. Është fe e moralit, e sjelljes dhe e lidhjeve njerëzore. Një zemër e devotshme dhe e pastër matet nga mirësia dhe respekti ndaj prindërve. Familja është shkolla e parë e jetës. Aty ne mësojmë dashurinë, durimin, sakrificën dhe përgjegjësinë. Ndërsa prindërit tanë janë mësuesit tanë më të mëdhenj. Janë ata të cilët na pritën me gëzim edhe kur ishin të shqetësuar dhe të lodhur. Ata kanë sakrifikuar pa u ankuar, duke lënë pas shqetësimet dhe lodhjen për të na parë neve që të rritemi me gëzim dhe me lumturi. Allahu i madhëruar respektin ndaj prindërve e lidh drejt për drejt me adhurimin ndaj tij duke thënë: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Zoti yt ka urdhëruar që të mos adhuroni askën tjetër pos tij dhe të sillni në mirë me prindërit. Ky ajet tregon se besimi nuk është i plotë nëse nuk sillemi me mirësjellje dhe dashuri ndaj prindërve. As namazi, as agjerimi, as lutja nuk e zëvendësojnë këtë marrëdhënie. Allahu i madhëruar gjithashtu na përkujton edhe sakrificën e nënës duke thënë: Ne njeriu ne kemi urdhëruar për prindërit e vet, sepse nëna e vet e barti atë me mund pas mundi. Sa shpesh harrojmë këtë sakrificë, sa herë lëm pas dorën e saj të lodhur, fytyrën e saj të shqetësuar, pa një falënderim, një buzëqeshje apo një shërbim të vogël. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Kënaqësia e Allahut është në kënaqësinë e prindërve. Ky hadith është një mesazh i qartë dhe prekës. Rruga drejt kënaqësisë së Allahut kalon nëpërmjet një buzëqeshjeje, një fjale të butë, një ndihme të vogël dhe durimit ndaj prindërve. Një veprim i thjesht, i përditshëm mund të jetë një shkallë drejt shpërblimit të Allahut. Një herë, njëri prej shokëve të Muhamedit alayhis salam shkoi dhe e pyeti: O i dërguari i Allahut, cila është vepra më e dashur tek Allahu? Ai u përgjigj: Trego respekt dhe mirënjohje ndaj prindërve. Kjo është një mësim që prek zemrën, asnjë devotshmëri nuk është më e madhe se sa dashuria dhe respekti ndaj atyre që na dhanë jetën. Një nga shembujt më të lartë të respektit është edhe Ibrahimi alayhis salam dhe djali i tij Ismaili alayhis salam. Kur Ismaili ishte ende i ri, babai i tij Ibrahimi alayhis salam pa në ëndër se Allahu e udhëroi atë që ta flijojë. Ëndrat e pejgamberëve janë të vërteta, kështu që për Ibrahimin alayhis salam kjo ishte një sprov shumë e rëndë. Ibrahimi alayhis salam shkoi te djali i tij dhe i tha: O biri im, unë pash në ëndër se duhet të flijoj. Çfarë mendon për këtë? Ismaili alayhis salam, edhe pse ishte i ri, ai nuk u rebelua dhe nuk ja ngriti zërin, me zemër të qetë dhe plot besim ndaj Allahut, ai tha: O babai im, vepro si të urdhërohet, në tasht Allahu mua të më gjesh prej durimtarve. Kjo fjalë tregon një respekt të jashtëzakonshëm ndaj prindrit, po ashtu edhe ndaj bindjes së Allahut, sepse Ismaili alayhis salam nuk mendoi vetëm për veten e tij, por edhe për bindjen e Ibrahimit alayhis salam ndaj Allahut. Ne sa herë ngrim zërin dhe sa herë që jemi të padurueshëm apo të mërzitur, duhet të ndalemi dhe të kuptojmë çfarë sakrificas kanë bërë prindërit tanë për ne, apo tregojmë mirënjohje, apo sillemi me dashuri dhe respekt ndaj tyre. Kur prindërit plaken, përgjegjësia jonë bëhet ende më e madhe. Ata që dikur na ritën dhe u përkujdesën për ne, tani kërkojnë durimin, shërbimin dhe dashurinë tonë. Islami e quajnë këtë një nga veprat më të larta të devotshmërisë dhe një nga shtyllat e moralit të vërtetë. Kështu që respekti ndaj prindërve nuk është ndonjë detyrë e rëndë për bekim. Ai pastron zemrën, sjell paqe, forcon karakterin dhe hap rrugën drejt kënaqësisë së Allahut. Në një familje në të cilën respektojnë prindërit është themeli i një shoqërie të drejtë dhe të begatë. Le të reflektojmë çdo ditë dhe ta pyesim veten tonë, apo sillemi mirë me prindërit ashtu siç do të dëshironin që fëmijët tanë të silleshin me ne? Apo tregojmë mirënjohje për sakrificat e tyre, apo shërbejmë me dashuri, durim dhe respekt. Lutim Allahun e madhëruar që të na bëjë prej atyre që i nderojnë prindërit e tyre, që u flasin me dashuri, u shërbejnë me përkushtim dhe nuk i lëndojnë kurrë.
Insha Allah, Zoti i shpërblen prindërit tanë të gjallë, ndërsa ato të cilët kanë ndëruar jetë, t'u fal gabimet dhe t'i bëj banor të xhennetit. Lutim Allahun që t'i mbush zemrat tona me dashuri, durim dhe respekt ndaj njëri tjetrit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.